Arrestohen pronaret e 2 shtëpive të pleqeve ku keq trajtuan disa prej të moshuarve. Mjeku i plagosur në Kumanov del nga spitali, kërkon të mos politizohet ngjarja. Kryeministri Mickoski paralajmëron mundësinë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Qytetarët flasin për përgatitjen e ushqimeve për dimër, thonë se pa turshi s'ka shije buka. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet orës 15:55 në televizionin Shenja. Vendi për kujdesjes u shndrua në dhunë, mak dhe frikë për të moshuarit e strehuar në 2 shtëpi të pleqeve në Shkup. 2 pronare të këtyre institucioneve janë arrestuar pasi dyshohet se kanë ushtruar dhunë fizike dhe psiqike ndaj banorëve, i kanë ushqyer me produkte të skaduara dhe i kanë mbajtur në kushte të tmerrshme jetese. Këto 2 shtëpi janë mbyllur ndërkaq të moshuarve u është siguruar strehim. Janë arrestuar 2 pronare të 2 shtëpive private të pleqeve në Shkup për shkak të ushtrimit të dhunës fizike dhe psiqike tek të moshuarit, e strehuar në strehimoret e tyre. Siç bëjnë të ditur nga Prokuroria Themelore Publike, të dyshuarat përveç dhunës kanë vepruar në kundërshtim me ligjin për mbrojtje sociale dhe me qëllim të përfitimit material për veten e tyre. Kanë shkelur rënd të drejtat e personave të strehuar. Të dyshuarat u kanë dhënë ushqime me afat të skaduar të moshuarve, kanë akomoduar më shumë të moshuar se sa kapaciteti i lejuar, nuk kanë poseduar staf të mjaftueshëm të punësuarve, kanë punësuar persona pa dokumentacion për katës të punësimit dhe nuk kanë siguruar 4 vakte ditore me specifikime përkatëse për vaktet e shpërndara, siç kërkohet me rregullat për funksionimin e tyre. Gjatë basisjeve të kryera në 2 institucionet, njëri prej të cilave ndodhej në rrugën Rudo në Butel dhe tjetri në rrugën Kozara në Qendër, u përcaktua se 2 të dyshuarat, si personat që vepronin në cilësi zyrtare, kryen dhunë fizike dhe psiqike me qëllim që të shkaktonin të strehuarve dhimbje fizike dhe psiqike. Prokuroria sqaroi se çdo 2 muaj 2 institucione gjeneruan gjithsej 2.232.000 denar në përfitime pronësore. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se të dyshuarat në pikë 47 vjeç dhe të pikë 58 vjeç nga Shkupi kanë shkelur ligjet e punës me të cilat e dyshuara e parë ka strehuar 27 të moshuar në objektin në Butel, ndërkaq leje kishte vetëm për 21 persona. Dhe së bashku me të dyshuarën e dytë kanë strehuar 33 të moshuar në objektin në Qendër, ndërsa lejen e kishin vetëm për 17. Sipas MPB-s, ndryshe nga të gjitha rregullat, dhomat akomodonin si banor meshkuj, ashtu edhe femra. Nuk kishte shtretër të siguruar për të gjithë banorët, kështu që disa banor flinin në divane në dhomën e ndenjes, ose 2 persona flinin në të njëjtin shtrat të vetëm. Të gjithë banorëve në të 2 institucionet u shërbenin ushqime me produkte të skaduara. Disa banor ishin të mbyllur vazhdimisht në dhoma të ndara dhe disave u jepnin ilaçe që nuk ishin përshkruar nga mjeku. Nga MPB thonë se 2 shtëpit e pleqve janë mbyllur dhe me koordinimin e autoriteteve shtetërore kompetente. Është siguruar akomodim i përshtatshëm për banorët. Mjeku Zekiria Shahini, i cili u plagos dje në Kumanov, është lëshuar sot në kurim shtëpiak. Pas lirimit, mjeku Shahini, i cili e ka cilësuar tentim vrasjen, goditje në pabesi, sulmi ndaj tij, ndërsa ka kërkuar që ngjarja të mos marrë ngjyrime politike, sepse nuk ka armiqësi me askënd. Është lëshuar për kurim shtëpiak mjeku Zekiria Shahini, i cili dje u plagos në një zonë të frekuentuar të qytetit të Kumanovës dhe po kurohej në klinikën Nën Tereza në Shkup në repartin e kirurgjisë plastike. Pas lirimit në kurim shtëpiak ka reaguar mjeku Shahini, i cili e ka cilësuar tentim vrasjen, goditje në pabesi. Ai ka kërkuar që ngjarja të mos merr ngjyrime politike, sepse nuk ka armiqësi me askënd.
Dje u godita në pabesin nga personat e maskuar, dua t'ju siguroj se unë nuk kam hak ndaj as kujt e nuk I kam prekur kujt familjen apo nderin, për këtë e kam dëshmitar vetëm Zotin. Jemi në periudhë fushate zgjedhore, por nuk dua që ngjarja të marrë ngjyrime politike. Nuk kam marrëmicësi politike me askënd, lus organet e rendit që të zbardhin këtë rast sa më shpejt që të jetë e mundur. Megjithatë, kjo ngjarje përsëri ka nxitur reagime politike. Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë ka kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të ministrit të punëve të brendshme Pançe Toshkovski. Opozitarët pyesin se deri kur Toshkovski do të fshihet dhe do t'i ikë përgjegjësisë. Deri kur mendon Toshkovski të fshihet pas retorikave politike, ndërkohë që rrugët bëhen gjithnjë më të pasigurta për qytetarët. Nuk janë vetëm të shtënat e fundit në Kumanov, rritja e pandërprerë e incidenteve të armatosura dhe të dhunshme në qytete të ndryshme janë një sinjal I dështimit të plot. Nuk ka as parandalim as reagim të duhur, për këtë duhet të ketë përgjegjësi. Opozitarëve u është përgjigjur shpejt ministri Toshkovski, ai ka deklaruar se nuk e ka ndërmend të plotësoj dëshirën e LSDM-s dhe nuk do të dorëhiqet. Sipas tij, sulmet nga LSDM janë të motivuara politikisht. Ai akuzon se kërkesat e vazhdueshme për dorëheqjen e tij janë përpjekje për të fshehur dështimet e veta dhe të partisë. Unë nuk do të jap dorëheqje, përkundrazi, ndërkohë që ju merreni me manipulime, unë do të vazhdoj të zgjidh problemet dhe të pastroj rrëmujën që e lat pas. Për ju politika është show, për ne është përgjegjësi. Për 10 ditë në zgjedhje lokale do të shihni rezultatin e kërkesës suaj të zëshme për dorëheqje. Në heshtje për këtë rast nuk ka qëndruar as Bashkimi Demokratik për Integrim. Nënkryetari Arbër Ademi ka kërkuar që organet të zbardhin në mënyrë urgjente rastin, ka deklaruar për më tepër se ky nuk është një incident I zakonshëm, por një akt I rënd, I qëllimshëm dhe makabër që synon të krijojë pasiguri, frikë dhe tension. Një valigje dyshim të është gjetur pranë selisë së partisë më të madhe që përbën shumicën parlamentare VMRO DPMN në qendër të Shkupit. Për shkak të valigjes në fjalë janë evakuar të gjitha ndërtesat përreth dhe jo vetëm për shkaqe sigurie. Janë evakuar dhe punonjësit e ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore që ndodhet menjëherë pranë selisë së VMRO DPMN-s. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thanë sot se në orën 12:55 një person nga sigurimi I institucionit ka raportuar se në kamerat e vëzhgimit janë parë 2 persona që inspektonin zonën para zyrave të institucionit dhe njëri prej tyre ka lënë një valigje. Zyrtarët policor janë dërguar në vend ngjarje dhe po merren masa për zbardhjen e rastit, shtuan nga MPB-ja. Kreu I LSDM-s Venko Filipçe është përgjigjur thirrjeve të kryeministrit Mickoski për të qartësuar lidhjet me ish kryeministrin Zoran Zaev. Filipçe deklaroi se kryeministri duhet të ndalojë spinet dhe të merret me problemet serioze ekonomike. Kryeministri të mos merret me spine, ka stagnim në ekonomi dhe nuk do të ketë rritje, po e konfirmojnë këtë edhe institucionet ndërkombëtare. Kështu përgjigj lideri I LSDM-s Venko Filipçe deklaratave të kryeministrit Kristian Mickoski, I cili kërkoi që Filipçe të tregojë se çfarë mendon për Zoran Zaevin. Filipçe thotë se kryeministri duhet të fillojë të merret me problemet reale në vend. Kryeministri duhet të ndalojë me spine, ka probleme me çështjen serioze ekonomike, të cilave ai duhet të përgjigjet. Kur një person nuk ka asgjë për të thënë, nuk ka asgjë për të mburrur, asnjë projekt dhe asnjë parashikim të mirë për vendin, atëherë ai përdor spine të tilla, nuk është në pozitën që ka qenë, që vetëm sulmon pa asnjë arsye, shpik afera, skandale. Kryeministri Kristian Mickoski nga tubimi që mbajti të martën në Gustivar, I bëri thirrje kryetarit të LSDM-s Venko Filipçes që të tregojë se çfarë mendimi ka për paraardhësinë e tij, referuar Zoran Zaevit. I bëj thirrje Filipçes të tregoj publikisht se çfarë mendon për mentorin e tij, a ka qenë kryetari mirë I qeverisë dhe a ka qenë mirë për Maqedoninë. Natyrisht nuk pres që ai të jep përgjigje, që të gjithë ne si qytetar e dim mirë. Kjo është arsyeja sepse në këto zgjedhje çdo njeri ka një moment në jetë kur duhet të vendosë. Mickoski ishte drejtuar edhe BDI-s, të cilën e akuzoi për, siç shpreh ai, zbrazjen e shtetit duke treguar shifra me përqindje se sa është ulur numri I nxënësve, sidomos në komunat shqiptare. Kryeministri Kristian Mickoski nuk e përjashton mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare pas zgjedhjeve lokale.
Ai theksoi se vendimi për këtë çështje nuk do të merret për arsye politike, por në interes të shtetit. Kryeministri Kristian Mickoski deklaroi sot në Strumit se pas fitores së pritur të VMRO-DPM-s në zgjedhjet lokale, do të ishte logjike të mendohet për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare dhe për një mandat të ri 4 vjeçar. Megjithatë, siç theksoi ai, vendimi për këtë çështje nuk do të merret për arsye politike, por në interes të shtetit. Pres që pas këtyre zgjedhjeve lokale të hyjmë në një cikël të fuqishëm investimesh, prandaj është logjike të mendojmë për zgjedhje të parakohshme parlamentare për të siguruar një mandat të ri 4 vjeçar. Nëse e shohim këtë si një vendim politik, do të pajtohesha, por nëse e shohim nga një këndvështrim shtetëror, atëherë mendojmë ndryshe. Mickoski tha se ata duan ta vënë shtetin para së gjithash, si dhe interesin e biznismenëve në mënyrë që të kenë një të ardhme të parashikueshme, të dinë çfarë të presin e më pas të mendojnë për interesin e tyre politik. Por do të shohim, së pari të ndodhin ngjarjet, pastaj do të marrim vendime, theksoi ai. Kjo është hera e parë që kryeministri Kristian Mickoski pohon se mund të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Opozita shqiptare ka kohë që kërkon zgjedhje të parakohshme parlamentare, ndërsa Mickoski dhe partnerët e tij në qeveri gjithnjë e kanë mohuar një gjë të tillë. Në vazhdën e fushatës për zgjedhje lokale, kreu i Lidhjes Social-Demokrate Venko Filipçe, i shoqëruar nga deputeti Fatmir Bytyqi, kanë vizituar dhe prezantuar programin për qytetin e Shkupit para kreut të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, Nuhi Aliut. Pas takimit, Aliu tha se me Filipçen e Bytyqin kanë debatuar lidhur me prioritetet që i kanë si parti nëse arrin të fitojnë qytetin e Shkupit. Tha se kërkesa e Odës është ndërtimi dhe me remetimi i bulevardit Maqedono-Kosovar, në të cilën është e vendosur zona ekonomike e Vizbegut, në të cilën operojnë qindra biznese. Nuhiu tha se 15 vite Oda dhe biznesmenët kërkojnë rregullimin e kësaj rruge në fjalë. Filipçe tha se kanë rënë dakord me kërkesat dhe kanë shqylluar në detaje programin dhe se në rast se i fitojnë qytetin, kërkesa e Odës do të trajtohet me urgjencë. Kërkuam që ato prioritetet tona, që ishin prioritetet që përfshin zonën e Vizbegut, tash mos hinë detale, se edhe ju i dini ato probleme të zonës e Vizbegut, se me vite ato për në përsëriten, pranuam diçka se në kohën e qeverisjes BDI-s ka filluar disa investime në infrastrukturë në zonën industriale të Vizbegut, po nuk jo në rrëmbullaksuar. Kanë vetë, dhe me thonë, si gjysmake dhe... Të gjithë propozimet dhe zgjidhjet që vinë nga ana jon bazohen në problemet reale dhe kërkesat e qytetarëve, të cilët ballafaqohen me këto probleme në përditshmëri. I dëgjuam propozimet e tyre, duke prezantuar programin ton, e pam që veç më kemi vizion për zgjidhje të disa problemeve, megjithatë na erdhën edhe disa sugjerime, të cilat normalisht se do t'i fusim në programin ton. VMRO-DPM fushatën zgjedhore ka vazhduar në qytetin e Tetovës. Kryeministri dhe njëherësh kryetari i kësaj partie, Kristian Mickoski, para qytetarëve të Tetovës, tha se të gjithë duhet të bashkohen rreth unitetit dhe të kapërcejnë të gjitha dallimet, mos pajtimet dhe këndvështrimet e ndryshme. Ai theksoi se këto zgjedhje janë një moment kyç për të ardhmen e shtetit dhe bëri thirrje për unitet dhe mirëkuptim mes të gjithë qytetarëve. Me sloganin "Zgjedhja e vërtet, njeriu yt, vendi yt", për të ardhmen tënde, fjalimbajtje dhe bardhësi listës për këshilltar komunal të VMRO-DPM-s, Branislav Stevozaverić, i cili tha se përbërja e ardhshme e grupit të këshilltarëve do të jetë plotësisht e përkushtuar në zgjidhjen e problemeve kyçe me të cilat përballen banorët e Tetovës. Të gjithë ne, Maqedonas, shqiptar, turq, rom, serb, vleh dhe bosnjak, jetojmë në të njëjtin qiell, marrim frymë në të njëjtin ajër dhe ndajmë të njëjtin fat. Vetëm nëse jemi bashk, do të jemi në një shtet që do të zgjas dhe një të ardhme që ja vlen.
Fokusi i përbërjes së ardhshme të grupit të këshilltarëve të VMRO DPMNE-s në Tetov do të jetë përmirësimi i cilësisë së jetës në Tetov, përveç përmirësimit të infrastrukturës rrugore, përparësi do të ketë mjedisi më i pastër dhe më i rregulluar, zgjidhje e kaosit në trafik, vendosja e transportit publik falas, menaxhimi modern i mbeturinave dhe rinovimi i rrjetit të ujësjellësit. Kandidati për kryetar të komunës së Vrapçishtës, Isen Shabani dhe kandidati për kryetar të komunës së Tearcës, Nazim Taibi nga Aleanca Kombëtare për Integrim, kanë publikuar programin e tyre për komunat ku kandidojnë. Isen Shabani theksoi se kanë parapar projekte të ndryshme si ujësjellës, infrastrukturë, kanalizim, gjithashtu dhe zhvillim në sektorin e arsimit dhe kulturës. Ndërkaq edhe kandidati Nazim Taibi tha se në qendër të programit të tyre është zhvillimi ekonomik, ujë cilësor për pije në 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë. Taibi tha se synimin e ka diasporën të bëhet pjesë e zhvillimit të Tearcës. Këto projekte të cilët janë vazhdojnë me punë edhe në mandatin e ardhshëm. Kjo është programa jonë për zgjedhjet lokale që kemi paraqitur edhe paraqytetarëve dhe besoj që më 19 tetor qytetarët kanë çka vlerësojnë. Besoj që 19 tetori është shumë afër dhe do të kemi një fitore, ashtu siç kemi pasur edhe mandatet e kaluara. Ne do të angazhohemi për bujqësi të zhvilluar. Për bujqësi të zhvilluar dhe jo për bujqësi vetëm për mbijetesë. Tearca duhet të jetë shembull i bujqësisë organizuar. Në qendër të programit tonë është arsimi cilësor. Bashkë me ekipin dhe profesionistët e arsimit do të kujdesemi që nxënësit të marrin arsim cilësor dhe bashkëkohor. Do të investojmë në shkolla të jetë tempull i dijes dhe shpresës. Do të krijojmë qendra rinore, do të hapim salla sportive me kushte optimale për çdo disiplinë. Kandidati i Vlenit për kryetar të komunës së Vrapçishtit, Mehmet Seferi, në tubimin e mbrëmshëm ka kërkuar besimin e qytetarëve për një menaxhim transparent të komunës në 4 vitet e ardhshme. Ai tha se kjo do të nënkuptonte një faqe të re për këtë komunë, të cilën ai e cilësoi si komunë me potencial të jashtëzakonshëm, por që është bllokuar dhe është fryzuar deri më tani. Ai premtoi luftë kundër padrejtësive dhe korrupsionit dhe komunë e cila do të jetë në shërbim të plotë të qytetarëve. Ndërkaq, Zekiria Ibrahimi në fjalimin e mbajtur në këtë tubim tha se platforma e Vlenit për këtë komunë ofron zhvillim e punë konkrete, duke premtuar edhe dyfishim të projekteve zhvillimore. Ne nuk vim të qeverisim si padron, por si shërbetor të qytetarëve, nuk vim të pushtojmë zyrat, por t'japim ato për të gjithë. Nuk vim për të folur, për të dëgjuar, nuk vim për të premtuar, por për të dhënë llogari. Ne do të sjellim transparencë të plotë në çdo vendim, në çdo shpenzim, sepse paratë e komunës janë të qytetarëve, jo të partisë. Edhe në komunën e Vrapçishtit qërat janë bërë shumë të qarta. Ju e keni zgjedhjen mes një kryetari i cili nuk e din në çfarë partie është aktualisht, një kryetari i cili ka të disa padi aktive dhe keni shansin të zgjedhni një kryetar tjetër i cili vjen me mbështetjen e plot të qeverisë e të Vlenit duke ofruar projekte zhvillimore për komunën e Vrapçishtit. Kandidati i pavarur për kryetar të qytetit të Shkupit, Goran Markovski, ka shprehur zhgënjimin e tij për mungesën e debateve në media mes kandidatëve për Shkupin. Në një kumtesë për media, ai tha se kjo situatë është shqetësuese për një shoqëri demokratike. Sipas tij, me shfuqizimin e debatit, veglen më demokratike në çdo proces zgjedhor, humb demokracia, media, qytetarët dhe shoqëria. Jam i bindur se për një shoqëri demokratike, për çfarë edhe vetë na paraqesin, është e papranueshme që në heshtje të hyhet në heshtjen parazgjedhore.
Debatet në frekuencat nacionale për ne kandidatët e pavarur paraqesin një mundësi për një lloj dalje në dritë dhe përmatje të barabartë të forcave intelektuale, idejve dhe vizioneve me kandidatët e tjerë. Për qytetarët, debatet janë një mundësi për të formuar një pasqyrë më reale për kapacitetet vizionare dhe të tjera të kandidatëve, ndërsa për Shkupin një shans për të marrë një kryetar komune më cilësor, ka thënë ai. Inspektorët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë kanë asgjësuar 24 kg ushqim të pasigurt në 3 kopshte të fëmijëve. Drejtorët e kopshteve janë dënuar në para, ndërkohë janë asgjësuar edhe 59 kg ushqim në një shkollë për shkak të deklarimeve të pasakta. Është asgjësuar 24 kg ushqimi i pasigurt në 3 kopshte të fëmijëve, pasi inspektorët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë përcaktuan se nuk ishte ruajtur siç duhet. Drejtorët e kopshteve janë dënuar në para dhe përveç kopshteve janë asgjësuar edhe 59 kg ushqim në një shkollë për shkak të deklarimeve të pasakta, ka njoftuar nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Nga kontrollet e kryera në shkolla u konstatuan kushte të pakënaqshme në një kuzhinë shkolle. Devijime nga praktikat e mira të prodhimit dhe higjienës u gjetën në 2 kuzhina. Për shkak të deklarimit të pasakt, u asgjësuan 59 kg ushqim. Shërbimet e inspektimit të agjencisë vendosën një gjop dhe lëshuan 5 vendime për eliminimin e tyre për mospërputhjet e identifikuara me kontrollet në kuzhinat e shkollave. Nga kjo agjenci thonë se nga shtatori i këtij viti janë kryer 91 kontrolle në kopshte dhe 23 inspektime të jashtëzakonshme në shkolla dhe se për mospërputhjet e identifikuara. Janë lëshuar 9 vendime me urdhër për heqjen e kuzhinave. Në 2 kopshte higjiena nuk ishte e kënaqshme në kuzhina dhe një kopsht nuk kreu një kontroll të detyrueshëm shëndetësor të stafit të punësuar në kuzhina, thuhet në komunikatën e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Kush më shumë e kush më pak, qytetarët i kanë përgatitur turshit për dimër. Ata vlerësojnë se në dimër pa turshi nuk ka shije buka. Edhe pse duan shumë punë dhe çmimet janë rritur, qytetarët nuk heqin dorë nga tradita për t'i bërë vetë turshit. Teksa dimri po afron, bashkë me të kanë filluar edhe përgatitjet e tryezave me shije dimërore, që veçanërisht në to nuk ka se si të mungojnë turshit. Qoftë ajvar, lakër, kastravec apo speca të mbushur. Ato janë shije që nuk mund të zëvendësohen me asgjë tjetër, pasi që është një shije që në thelb përfaqëson traditat tona, sepse siç thonë edhe shumë qytetarë dhe anvis, pa turshi as buka s'ka shije. Me që dhe sezona e turshive ka filluar, ne ishim në terren për të parë se sa kanë filluar qytetarët me përgatitjen e tyre, ku rezultoi se qoftë pak apo shumë, të gjithë kanë mbushur kavanozat për këtë vit. Sa të rëndësishme janë turshit për këtë ditë, këto të kryezën e juve? Vallaj, e që më thëmë pëtni mu për turshi, se ata shpijes i kanë ato probleme dhe... Po ju a i konsumoni, a i hanë? Po më që shionë, pa turshi nuk shkon, ja, nuk shkon kërgjë pa turshi. Sa turshi zakonisht, a vëni shumë për të ndimrin? Jemi pakis, nuk kemi shumis, me një ko kemi po ka 200-300 kg, ma ta që si bojmë 20-30 kg te për s'ka. Cilat turshime ndani që janë më të mirë, ato që i bëni vetë në shtëpi apo ato? Ja, unë të brene nuk ha. Brene jo, veç shtëpijes. Po sa i konsumoni turshit, i konsumoni shumë? Shumë pak, shumë pak. A mund të imaginoni, do të thonë, ju dimrin të kaloni pa turshi, apo t'jeshtë... Ja, s'mundet pas pa hiq, po shumë pak. A keni nevojë për këtë vetë turshi? Shumë pak. Cilat turshi vlerësoni që janë më të mira, ato që i përgatitni vetë apo bleni? Ja, ato shtëpijës e më të mira, normal. Shumë e goshë të shqive, po... Cilat përgjë janë më të rëndësishme që ju nga dimri? Të rëndësishme. Po, nisja pinë hajvare shumë tjera, po... Ka shumë lojtë të shqive, po shumë pak i konsumojnë. Disa qytetarë të tjerë theksuan se çmimet nuk janë shumë të volitshme, por përsëri siç e ka zakoni, turshit nuk kanë ngelur pa përgatitur. Të pyetur se cilat i preferojnë më shumë, të blera apo të përgatitura vet, edhe pse kërkojnë pak mund, kohë dhe kujdes për të përgatitur, shumica e qytetarëve prap i qëndrojnë besnik traditës, sepse siç thanë ata, turshit e bëra në shtëpi u duken shumë më të shijshme se sa ato të blerat në market. Nuk i kemi merak
Pak, sa për atë se nuk marrë me shamë tërshi. Po, ma pa tërshis mund të kaloni dimrin. Po, ka pak, po. Po, duhet. Cilat lloje tërshive keni marrë? Stresi e madhe, po. Nuk kanë shtrenjtë çmimet për tërshit? Po, shka thomë, jo qaqe, po duhet shamë gjandë me marrë. Qëfar boni ju ajvar, lutenic? Marë lutenic kemi pas bon për para ajvar, ama shte jo, shumë shtrejt. Qka boni tash? Ato ti pikëshe, ti qerojshe, ti muni, shumë muni. Muni ka, në shte lutenic bojnë ka pakës. Qka me bo tërshi, s'ka pare për me bo tërshi. Okej, prapë sa për adet i bo? Jo për adet, kena bo për adet. Sa keni bo? Keni bo shumë? Po një toba si ajvar, edhe do tërshia, jo me partijonat zime, asi lutenice, do peglani që i thonë. I kena bo, më një që një vra shkum. Do me thonë ju pa tërshi nuk mund të imaginoni? Ja. S'ka shije buka? Pa tërshi s'ka shije buka? Po jo, mërë shparti, po duke me... Qa me bo, që na e na mësu, na pleqë, ta këto të rritë, valla si ronë me bo ato. Tomë. A i hani tërshit shumë? Po. A keni ndreq tërshit? Kemi ndreq, ajvare, ase të keti kemi ndreq. A keni ndreq mjaftushëm për me kalu krejt dimrin? Po, krejt dimri, vakti i asa. Cilat loje i keni ndreq? Ha? Cilat loje i keni ndreq? Ajvar ka bon, tërshaj ka nado, qashta. A bleni ndë njëherë prej marketeve, apo vetëm i boni vetë? Jo, vetë, në market zbrinë. Po ma merë vetë me bon se me blie. Edhe pse përgatitja e tyre kërkon pak mund dhe kohë, qytetarët nuk heqin dorë nga përgatitjet e turqive. Për ta, ato mbeten simbol i dimrit dhe një domosdoshmëri në çdo tryezë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti kanë pritur në takime ndarazi komandantin e ri të KFOR-it në Kosovë, General Major Özkan Ullutash. Sipas njoftimeve të dy institucioneve gjatë takimeve u diskutua për gjendjen e sigurisë në Kosovë. Kryeministria bëri të ditur se në takim u diskutua për zhvillimet aktuale, me theks mbi situatën e sigurisë dhe për rëndësinë e bashkëveprimit dhe bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të sigurisë së vendit dhe të misionit të NATO-s në Kosovë. Kurse presidenca ka bërë të ditur se është diskutuar për zhvillimet në fushën e sigurisë si dhe kërcënime që vijnë nga Serbia, përfshirë kërcënimet me fokus të veçantë e përdorimit dronëve. Presidentja potencoi rëndësinë e koordinimit dhe bashkëpunimit të KFOR-it me institucionet kosovare të sigurisë, me qëllim të parandalimit të taktikave destabilizuese të Serbisë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se është shumë e rëndësishme që Gaza të mbetet tokë e popullit palestinez dhe që ata përfundimisht ta qeverisin enklavën, raporton Anadolu. Duke folur me gazetarët në rrugën e kthimit nga Azerbajxhani ku mori pjesë në një samit të Organizatës së Shteteve Turke, Presidenti Erdogan tha se gjatë vizitës së tij të fundit në SBA dhe në një telefonat me presidentin Donald Trump, ai shpjegoi se si mund të arrihet një zgjidhje në Palestinë. Lidhur me planin e anëpushimit të presidentit amerikan në Gaza, Erdogan tha se Trump na kërkoi veçanërisht të flasim me Hamasin dhe të bindim ata dhe ne menjëherë kontaktuam me bashkëbiseduesit tanë për këtë çështje. Hamasi na tregoi përgjigjen e tij se është i gatshëm për paqe dhe negociata. Në mendimin tim, ky është një hap shumë i vlefshëm, shtoi ai. Erdogan argumentoi se siguria në Gaza dhe krijimi një force stabilizimi mund të vlerësohen dhe se ai kushton rëndësi të madhe negociatave të vazhdueshme për anëpushim në Sharm el Sheikh të Egjiptit. Shikues të nderuar, këtu është fundi i lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.